Sura e cila i ka zbrit pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam për ta mbrojt nga sherri i gjithë sherrave. Nëse njeriu i lëndohet trupi, kjo merremetohet. Pejgambert e Allahut janë lënduar në trup, e shumë prej tyre janë vëra, që ka përmend Allahu te bareke ve teala. Dhe pejgamberit ton alayhi salatu selam ja kanë lënduar trupin. Nëse lëndohet fiziku nga materialet prej mallrave, edhe ajo merremetohet, vjen tjetri. Apo nëse njeriu i bën dam në familje nga magji të ndryshme, sihra të ndryshme, edhe kjo merremetohet. Në fund të fundit merremetohet. Mirë po, Zoti jon te bareke ve teala në këtë surën e fundit, kul a'udhu bi rabbin nas, na tregoi për një sherr që nëse njeriu nuk e rregullon, nuk mbrohet prej tij, nuk merremetohet. Nëse njeriu të hin vezvesja e kufrit në zemër, Zoti na ruaj, s'merremetohet kjo. S'mundesh me ndrejç. Nuk mundesh me ndrejç. Nëse ti ta lëndojnë trupin këtë dunja, madje edhe të mbysin, del te Allahu me tjetër trup, por shpirtin e ke rujt. E ke rujt mendjen dhe imanin kështu me radhë. Por nëse shkon te Allahu me trup shnosh, apo dhe e ke humb imanin, raportin me Zotin, a merremetohet kjo? Nuk merremetohet. Andaj Zoti jon te bareke ve teala në këtë sure na mësoi çish murujt nga sherrri më i madh. Kan thënë dietarët, çdo shybe, çdo dyshim në Allahun, në gajb, në ahiret, në llogari, në melaxhe, në Kur'an, në pejgamber, në kader, këtë kanë zanafillën te kjo çka Allahu na thot runu pi çesaj, vezvesja. Ata çka thonë kur folin për Zotin, ata kanë vezvese. Ata janë më të vegjël se me diskutu madhështinë e Zotit xhelle xhelalu. Ti mundesh me fol për Allahun, po s'u ndron realitetet. Ti mundesh me pas vezvese ndillin, po s'u ndron realitetin. Ti mundesh me diskutue për shumë gjëra, po s'u ndron realitetet. Kjo është ajo që ne ka përmend dietar. Ti mundesh me fol për melaçe, po s'u ndron realitetet. Ti mundesh edhe me tall, çish po tallën plot apo pi gazetave. Tallën me melekun e vdekjes. Apo kur des dikush thonë, "Çe ktia pas ka ardh me amor melaçe e vdekjes." Po edhe ati kur ti vjen ai e shef se muhabetet dhe ajgarët e tij nuk ja kanë ndryshuar realitetin. Andaj dietar thanë çdo vezvese në Allahun dhe melaçet dhe ahiretin, burimin ku e ka? Në dy burime. Egoja, apo do më konë njeri i madh, do më konë dikushi jo i ngjashëm me të tjerët, dhe nga shejtani. Andaj kjo surë na mëson se ka një sherr për te fizikut. Dhe njeriu është i likësht. Pi gjithë shka i ndikohet. Ndikohet nga çdo shqis shka ka kriju Zoti jon te bareke ve teala. Keni pa kur konsumon diçka të ushqimit, çka s'përshtatet, e nxjerr më një herë, se ndikohesh s'ta do. Keni pa kur shani pamje, ndikohesh, e keq apo kur nohat diçka, a është njësoj si me nohat një lule edhe në një vend me bërllok, nuk ka njësoj. Pra ndikohesh pi tudijave. Njerëzit ndikohen nga çdo sen, ndikohen nga fjalët. A dhe kanë thonë djetarët, muzika këtë vezvese. Keni pa njeri që kanë gonë vazhdimisht muzik, edhe mu ka një shnosh, s'pa mundësi. Sa i është plot me vezvese, gjithë shka është të dyshim taj. Andaj vazhdimisht i kënojnë tradhijës. A mu që kënojnë vlerave. Tradhijës, pse? Sa i këtë vezvese. Tha Allahu gjelala min shërri lo aswas. Nga shërri ati cili vazhdimisht ban vezvese. A i kërkujt si beson. A zgrujës vetë si beson, a zkërkujna. E Allahu gjelala tha, a e dini ku vjen kjo? Pika vjen. Pi vezveseve të shejtanit. Ai që si kërkujna mos i besu. Kjo vezvese është ka i ka shti edhe njerëz mos i besu pejgambert. Pejgambert kanë ardhur me sene të qarta, me argumente të qarta. Abdullah ibn Selami ka qenë jehudi, kur e ka pa pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam dhe e pyetën çu shubane musliman, apo e pa shftyr njerin. Ja pa shftyrën çka pejgamber. Ftyra këtij nuk rren. Mirë po disa njerëzi gjithmonë i hulumtojnë vezveset. Andaj njeriu për nga natyra është i likësht. Shumë se ende e likështojnë. Ka përmen në likështimin e njerëzve, shkon një qka të banë vezvesja. Ka përmen njërën në blidjetarëve të mojtë muslimanëve Ibn Gjauzi. Ka qenë një muezin në Bagdad. Dhe akon muezin me zotë mirë. Muezini cile ka thile zanin, por që në ka nërë një numër i madhi i vlerave në hadithet e pengamberit tonë sallallahu aleyhi sallam. Në atë botë, në atë ko, muezini ka ip minare. Edhe frikë edhe muezinat e tonë dhe gjallarët e tonë kanë hip në minare. Prej minare ka kalu një vajzë,
Ka qenë e pa feja jo vaz. Dhe i ka ra sinit drejt të ftyra asajna. E ka nalë zanin gjimës pi vezvesës ka e ka kap. Ja ka mor zemrën këtë komplet. Dhe ka zbrit vrap t'i shku pas asajna. Dhe ajo ka thonë, largo mu, unë s'muj me dal me tyje, si dush hes të baba jem. Kur ka shku të baba vet ka thonë, na nuk jena musliman. Na nuk jena musliman. Ka thonë, unë e du vajzën e juve, du me martue. Ka thonë me një shartë, ndroj e fejën. E ka ndru fejën, me një jetin mu këthi prap. Me një jetin mu këthi prap. Kjo vezveq, Allah u tha, min shërri luaswas. E martoj atë vajzën. Edhe në natën e dhëndris, ende muhabet duke ba, ende duke hangër ushim, i jetë një pemë fyt dhe vdes. As atë vajzën, as Allahun. Kjo vezvesja. Sa pi njerëzve një fjalë, një e pame, diçka lakmon, ja humba ti këtë jetën, derisa ai mundohet pastaj me e kap, si me e kap hijen. A mundësh? Andaj Zoti jonë të bare kjo vëtale në mësoj se me të kap vezvesja o punë e madhe. Me të kap vezvesja është punë e madhe. Andaj djetarët ma dje kanë diskutu i qmenduri. A është në esencë nuk ka hiqmen, apo është i blokuar nga vezvesët? Kini pa qmenduri, do njerë e thot do një fjallë. Ka diskutim të matë djetarë, si ndodhe procesi shregullimit. Disa për i tërë thojnë nga vezvesët e mdoja hitës dhe kur gjo, nga se vazhdimisht gjuhët. Andaj kur preket në ishnosh prej vezveseve, i nxan qmendurit. I nxan qmendurit. Se vezveset janë shumë trana. Tha Allahu te bareke ve teala, o ju njerëz, thuni, kërkoj mbrojtje pi Zotit njerëzve, mbretit njerëzve, ta dhurumit njerëzve, min sharri l-waswas. Luta Allahu me trupi vezveseve, luta Allahu me ta pastru gjoksin nga vezveset. Këta kena vezvese. Pejgamberi jon alayhi salatu wassalam donjëherë ju ka ngushtu gjoksi. Pejgamberi ton alayhi salatu wassalam donjëherë ju ka ngushtu gjoksi. Madje pejgamberi alayhi salatu wassalam hadith ka thënë, ka dhënë disa njerëz kanë folur për disa tjerë. Disa shok, donjëherë, këto s'kan ndodhur të mëdhtë, po te sahabe pak më kategori më e ulët se sa Ebu Bekri, Omeri kështu me radhë. Pejgamberi sa çka ju ka thënë, o ju njerëz, mos um hajde me kallxu filani kështu e pash filani ashtu, se po më ngushtohet gjiksi. Keni pa dikush kur të vën? A pave ky, shiku shkoj, kush ka tha? Dhe ti fillon me mori natën njërin, ndoshta kot e kot. Ndoshta ke diçka tjetër ka qenë ajo. Ai s'ka pas as lidhje me atë çka ky e përshkruan. Mi po përshkruesi është shtys i vezveseve. Tha Allahu te bareke ve teala, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ai cili gjun vezveset ngjyks, këtu mrena mbledhën plot për vezveseve. Në fund çka tha Allahu te bareke ve teala, minel jinnati wan nas. Dy kategori bojnë vezvese. Kategoria e njerëzve dhe e gjinëve. A ban njeri vezvese? Po. Fjalët e holla, të vazhdueshme, kronike, hiç banal, tinza, që nxitin për të keq, dietar kanë thënë janë vezvese. Mi u mbledh 5 veta një njerit e bojnë çmendur këtë. Me përgatit, me plan, me organizim, me i fol veç për një mesele e bindit. Ndash për të mirë, ndash për të keq. Pse? Sepse njeri është ndikueshëm. A njeri kur rri me diçka, bëhet si aj. Më dhe kanë thonë dietar, njeri edhe ushqimin e kafshës çka e konsumon, çfarë? Ndikohet në trup nga ajo. Andaj kanë thonë dietar, ai çka ha darr, ndikohet nga tabiati i tij. Pastaj kur gjasesh e çmtume, ata çka hajnë prej ushqimeve të ndryshme, marrin formatin e ushqimit. Po para më me njerëzit. Andaj çka tha pejgamberi alayhi salatu sallam? Njeriu është në fenë e shokut vet. Pse o njeriu në fenë e shokut vet? A keni pa një njeri me nejt me zinaqar, alkoholiqar, rakigji, hajdut, edhe ki unë hiq valla. A beson ti? Po nuk e beson. Se ti nëse ka i 10 vjetë shok, edhe ky e mund njëtër. Ska mundësi me pas shok, dost mik. Ky është i pastër në mënyrë absolute për ati. Çka tha alayhi salatu selam? Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Le ta shikoj njëri për juve kam pe ban shok. Shikoj edhe vladin tan kanë të bëj shok. Shikoj edhe vajzën tane kanë ka shoqe. Se nuk ka mundësi pastaj më kanë jotja e mire, po ajo po ma jemi ajo, i gjali jem, jo vallati, jo nuk ka mundësi. Nëse është në rrugë të keqe, shoku është me shokun, dosti jo me dosti. Andaj çka tha Allahu te bareke ve teala, pe e xhineve, gjendien dhe njerëzve. E njerëz tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke e vërtetuar këtë çështje, tha pejgamberi alaihi salatu wassalam, interesant tash me një njeri, dhe ju është gruaja.
e ndron menën e burrit të madh. E ndron menën e burrit të madh. Apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ushtri për me vdek, i tha Aishës, tha o Aishë, thuj babës tan Ebu Bekr Sidikut le dale imam. Shikosh ka të ban gruaja. Aisha radhiyallahu nana e besimtarëve, por të tabiat njerëzor nuk oj domon i melaç, ose i njëri. O Aishë thuj Ebu Bekr le dale imam. Hini Aisha në dhomë, apo dhe i tha kujna, ortakës vet, çikës Omerit radhiyallahu an, tha pithu babës tan se baba e ma i liksht. Kur e dëgjoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tha? Entun sawahib Yusuf. Ju, lloj juve, jo ti, lloj juve i grave, ju e keni provoku Jusufin. Ju e keni bë punën Jusufin me himbur. A nuk e ka bën një gruaje Jusufin me himbur, alayhi salatu selam? E ka provoku, se ne ka arrit qëllimin, burri vet i fort e ka shtim burr, u kri mohabeti. Çka do bëjmë sam? Jo, unë po tham Abu Bekrin ti po pishkufi thua ti, apo andaj duhet me pas burri kujdes shumë me lut Allahun xhelel. Allahun Kur'an kur e ka përmend gruajën dhe vlat çka ka thënë, ato janë fitnë për juve. Fitnë, ta ndron menën. E ke vendosni të mirë, s'le me bëhe. E ke vendosni hajr, ta përzin menën. Çka tha Allahu te bareke ve teala minel jinnati wan nas. Edhe xhinat, edhe njerëzit bëjnë vezvese. Me këtë edhe përfundon surja e fundit e Kur'anit. Elusmi Allahun që Allahu t'i pastron gjoksat tona nga vezvese.